Unaza perëndimore e qytetit të Shkodrës po shfaq probleme të amortizimit. Në disa pjesë të saj janë hapur gropa, duke vështirësuar kalimin e automjeteve. Gjithashtu një tjetër problematikë e evidentuar është shembja kapakëve të pusetave, një fenomen i pranishëm për gjatë këtij segmenti rrugor. Me fol bukur, me fol me këta kudoshta. Ja, Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për rehabilitimin e rrugës, pasi gropat e hapura bëhen shkak edhe për aksidente. I kanë bërë shumë keq ato posetat. Edhe makina duhet me deviju që për me rrezik me bërë edhe korrombol makina me makinë. Se ju shponget posec edhe a duhet me vu, a duhet me vu një drejtim. O një anësore, o një anësore tjetër. Prandaj duhet me vu, me kap në dorë, me vu ata që e kanë bërë këtë rrugë. Rrezik edhe për aksident? Po detyrimisht, se i shponget grops, posec, edhe detyrimisht i bën edhe motor. Tash janë bërë edhe biçikletat, a bëj fije edhe më vështirë fije. Janë gropa ditu, i tu të shkolla kolegjit, me hi gropa ditu. Unaza perëndimore është një ndër rrugët me fluks të lartë lëvizjesh, kryesisht të automjeteve dhe përdorëruesve të biçikletave. Ajo përbën një nyje të rëndësishme lidhëse me pjesën tjetër të qytetit.